Jam arbër është 6 vjeç. Është diagnostikuar në moshën 3 vjeçare me çrregullim të spektrit autik. Është një djalë i shkëlqyer, pavarësisht çrregullimit që mbart. Aktualisht lexon dhe shkruan si një fëmijë i klasës së tretë. Por vështirësitë e jam arbrit janë përshtatja me fëmijët e moshës së tij dhe komunikimi. Kështu që ajo që ne e quajmë të domosdoshme për jam arbrin është shoqërimi aktualisht në kopësht parashkollor dhe më tej vijimi për në shkollë. Që jam arbrit i duhet patjetër një mësuese mbështetëse për të nxjerrë kapacitetet që ka jam arbri. Jam arbri është shumë inteligjent, por për ta shfaqur inteligjencën e tij duhet mbështetje. Kemi dëgjuar të flitet për mësueset mbështetëse, por t'i gjejmë dokund nuk i kemi parë. Jam arbër ndjek kopshtin publik. Është në grupin parashkollor dhe aktualisht nuk ka mësuese mbështetëse. Jam arbri ka nisur terapinë në mars të vitit 2014 në Fondacionin Fëmijët Shqiptar. Aty është punuar me rritjen e përqendrimit dhe artikulimit të fjalës. Një gjë të veçantë që ka jam arbri është se ka lexuar që i vogël. Është specifika e jam arbrit është që ka lexuar me atë fjalorin e pakuptueshëm, ka lexuar që në moshën 15 muajsh. Asnjë nga moshatarët e jam arbrit nuk e di që jam arbri mund ta lexojë vetë prapë. Sepse nuk ka një mësuese mbështetëse ose një mësuese të trajnuar që një fëmijë të moshës 6 vjeçare jam arbrit të ketë mundësi t'i tregoj. Unë si prind, ndonjëherë kur ndërhy, fëmijët shtangen dhe mbeten të nënqeshur. Ato janë të pafajshëm. Të lutem nuk mund. Të lutem. Nuk mundem, prandaj si përmend të gjëra se nuk e përballoj dot. Mësueset tjerë janë të patrajnuara fare. Nuk merren, janë të dashura, e duan shumë, por mua nuk më duhet dashuria. Mua më duhet puna me fëmijët 6 vjeçar. Shkoj dhe flas me një fëmijë, me një shoqe të jam arbrit. Nëna e saj ishte predispozuar për të marrë informacion dhe i them, Enesa, fleti me jam arbrin? Jo. Çfarë bën jam arbri? Jam arbri bën kështu. Po fjalë, thot jam arbri, po thot. I kupton ti? Jo, nuk i kuptoj. Po përse nuk e pyet? Dhe vajza shtanget, hesht, sepse asnjë nga edukatorët nuk e ka shtyr një fëmijë që ta pyesi. Jam arbrin, si një fëmijë tjetër, si ndjehesh? Sepse me një autik shumë funksionon. Po ti thuash jam arbër, si ndjehesh, ai ta thot atë se çfarë po përjeton. Kjo është në pikën 0 në kopshte. Po kam frikë siç është në një shtetëror është dhe në një privat. Domethënë pa mësuese mbështetëse jam arbri është i humbur në hapësirë. Edhe pse është një djalë që lexon jo për rallën, po të gjithë librin me përralla, nga fillimi deri në fund, pa shkëputje. Dhe ka aftësinë ta riprodhoj, ta thotë të gjithën përmendesh. Një fëmijë moshës së tij nuk e di se çfarë aftësie ka jam arbri. Nuk e di që jam arbri shkon çdo të shtunë në teatr dhe atë pjesën e di përmendesh. Asnjë nga moshatarët e tij nuk di se çfarë bën jam arbri ose çfarë aftësie ka. Dhe kjo është vetëm në mungesë të mësueses mbështetëse që do ta shtyjë atë të komunikojë.